e hequr vëmendjen tek çështja Balluku. Si e shikoni emërimin e ish-deputetit Partisë Demokratike Dashnor Sula në postin e krye-inspektorit të përgjithshëm? Unë në radhë parë shpreh mirëkuptimin tim të plot për indinjatën tuaj. Dhe do të them një gjë këtu. E kam menduar shpesh herë këto kohë. Në qoftë se tradhtia ndaj dheut quhet tradhtia e lartë, edhe tradhtia ndaj idealeve më të shenjta të demokracisë nuk ka pse të mos quhet tradhtia e lartë. Është absolutisht e njëjta gjë në doktrinë. Të tradhtosh ti ata të cilët burra dhe gra fisnik kanë 12 vjet që të kthejnë shpinën, por të mbështesin me gjithë gabimet që mund të kesh bërë, me gjitha tjerat, por të mbështesin si dritë, si shpresë për ta. Dhe të dalish në kohën më të zezë të Edi Ramës, e të kapish flamurin e Edi Ramës, ke krye aktin më të lartë të tradhtisë. Por nga ana tjetër, ju garantoj se Partia Demokratike, me largimin, dhe unë në rast se keni vure në diskutimet e mia, në mënyrë të përsëritur kam ngrit që ne duhet të ndahemi nga këta njerëz. Kam arrit në një përfundim. Pse, do thoni ju? Kam konstatuar se një nga drejtimet më themelore të Edi Ramës ka qenë korruptimi i eksponentëve të opozitës. Një veprimtari e ulët, një veprimtari e turpshme, kriminale, kur një qeveri përdor mjet të saj për të ble, për të korruptuar, për faqësues të opozitës, vetëm në funksion të pushtetit vetë. Ndaj dhe ne çfarë shtyu atë në një moment kaq kritik të gjindet e Edi Ramës në krah? E kuptoni vetë ju se ç'molle kalbur ka qenë ai. Çfarë shtyn? E thash dhe para ca ditë, doktorin 32 vjet mjek, thot jam antar PD-je, të dalë në krah të Saljanit të krimit të bandave dhe të thot se unë tani të përcjell mesazhet e Subashit, i cili në pallatin e tij ka vendos keshi. Nuk humbasim ne nga këta. Përkundazi. Ju them ju që ne do ndahemi me këta. Ne nuk duam më kur në gjirin tonë shërbëtorët e Edi Ramës. Po i gjë, këta dallojnë nga ata që e kanë ndjek nga partia vetë. Këta tradhtin, këta gëlltisin tradhtin, jo ndaj meje, s'ka lidhje me farë, ndaj teje në radhë parë, si qytetar që ke besuar, që i ke ndjekur, dhe del tani në ditën më të zezë kur po i dridhen kamp, shko dhe i bash patericë. Kjo është histori turpi. Blaž Gjonaj, doktor, a do t'ishte më efektive që revolta të spostohen në bllokime aksesh kombëtare në një orar, në një ditë dhe të mbahen të bllokuara? Të fanoroj shumë për sugjerimin, të garantoj që edhe ajo është nga format e kryengritjes paqësore. Alma Elias, ndihma ekonomike është 15.000 lekë të vjetra në muaj. Qiraja është e shtrenjtë. Kur do të marrim një banesë ne studentët e rretheve, aq më tepër kur jam
me një prind krye familjare dhe me aftësit kufizuara. Nuk blendet ujë e jo qera. Duam një stre aspekte. Së pari, ju siguroj se programi ynë për të rinjtë dhe për studentet do të krijojë atyre çdo mundësi për të vazhduar shkollën dhe për të përballuar lehtësisht strehimin e tyre në periudhën që studiojnë, për të bler shtëpi pasi mbarojnë studimet dhe me përparësi për punësimin. Çfarë bën këta? Si e emrin? Alma. Në vitin 2011-2012 ne përcaktuam një zonë të tërë, të madhe, ku do ndërtonim konvikte të reja për studentët, kampusin. U bë projekti me 30 milion euro. Projekti për ju, për studentët. Në mënyrë që të mund strehoheshin në kushte më të favorshme. Për të tjerët do subvencionoj qeraja e tyre. Ky mori me një marrëveshje korruptive, sekrete, që nuk e publikon, mori tokën e kampusit, Erion Velia e bëri parking dhe vilte para, dhe nuk e ndërtoi, ky mori tokën e kampusit dhe ndau para me Federica Mogherini. Një marrëveshje që nuk ja tregon as parlamentit. Këto do marrin fund. Dhe si ju janë të shumt, ju siguroj se të gjitha lehtësirat do të krijohen për një ndryshim krejtësor të gjendjes. Wesley Arben Shurda, Dr. Berisha, përshëndetje dhe respekte. Si mendoni të bashkëpunoni me aleatët për të realizuar reformën territoriale? Faleminderit. Zoti Shurdo, cili është qëndrimi ynë dhe të fanori për pyetjen? Së pari, ne jemi të bindur dhe do t'ja u them të gjithë shqiptarëve se Edi Rama nuk pranon asnjë ndryshim tjetër përveç atyre që propozon vetë, e cila reformë synon depopullimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Ju duhet ta dini që ai tani parashikon nga 62 bashki të kalojë në 36 bashki. Kjo është praktika e nxitjes largimit masiv nga periferit të shqiptarëve. Çfarë do bëjmë ne? Ne, meqense ky është një problem shumë themelor për vendin, ne do bashkëpunojmë ngushtë me ekspertët më të mirë shqiptarë. Ekipi ynë do të bëjë takime në të gjitha qarqet për të marrë mendimet e qytetarëve. Do të hartoj projektin ton. Nuk mund të them se sa do jetë, por ju rikujtoj se Slovakia me një popullsi pak më të madhe se ne ka 210 komuna dhe bashki. Slovakia, 2 herë më zhvilluar se ne, ka 210 komuna dhe bashki, e cila ka një mal gjithsej Tatrën, ndërsa Shqipëria ka male numerikisht sa gjithë Europa si numër. Pra, ne do bëjmë një projekt në përputhje me interesat e plota të qytetarëve dhe të zhvillimit të komuniteteve.
Këtë projekt do e diskutojmë me ju, me qytetarët. Këtë projekt do e paraqesim në Komisionin Parlamentar të reformës territoriale. Këtë projekt do ta diskutojmë, do marrim vërejtje, sugjerimet, mendimet e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës, që është institucioni numër 1 me ekspertizën më të madhe për reformën territoriale.